që ka puna vy në Amerika. Unë këto s'pe diskutojmë bile. Po problemi është që edhe unë e ti nuk vendosim, po marrëdhëniet me Amerikën blejmë. Vendos qeveria vendit. Qeveria Albin Kurtit marrëdhëniet me Amerikën i ka të këqija blejmë. Që tonë duhet me thonë. Për arsye se qëve sot është gati 2 muaj mas zgjedhjeve në Kosovë. Është 4 muaj gati mas zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Asnjë sinjal me blevim se kije nuk po don hiç me mu marrë me ty. Matoshi, tani nëse sinjalet nuk duhet t'i paragjykojmë, se sinjalet për gjithë Evropën janë pikpyetje për Amerikën. Se kemi një Amerikë tjetër tani. Shiko, problemi është që gjithë Evropa mund me pësu prej sinjaleve trumpiste, veç Kosova, jo, bile jam shumë optimist. Në apot, Amerikë, Kosovë, kur në historitë njerëzimin më optimist nuk kum qenë. Po ajo çështje nuk lëviz bostimi që e fuli po në veja. Nuk lëviz buroja amerikane po Kosovën. Nuk lëviz njoja. Nuk kthehet me Serbia, hiç në bekitud neve po gjithmonë. Hiç jau shqiptarëve Serbin pe zgjedhjeve. Mos del tuli majmuni me fitu zgjedhje në emër të Serbisë në Kosovë. Tu e shoh Serbinë. Për fat keq derisa është e hapur çështja me Serbinë, do merren me çështjen me Serbinë. Zoti Sadiku, lufta për Kosovën me Serbinë është fitu 2 fysh. Është fitu nga NATO, Alianca NATO, me vullnetin politik edhe të shqiptarëve të Kosovës dhe të UÇK-s, po me anë të NATO-s, tash mirë vesh. Dhe nga Albin Kurti. Jo, shtirimi i dytë ka ndodhur me 17 shkurt 2008, kur forcat politike kosovare kanë shpall pavarësinë shtetërore. Bosat avancuara. Ti e din deri që ka pas shumë opsione. Inkurzionin në Banjska ke nasta me kthy Shqipërinë në Kosovë. Jo. Ajo Serbinë. Jo. Hiç ke as me Serbinë. Çashtu me na provokuar, me bojkot. Inkurzionin e Banjska e ka bën. Ai po thos tani integritetin. Ani me se dëgjova tash bënu më durueshëm blejm. Inkursioni i Bias edhe i logjistikës të Vučićit ndaj po menoj ka shiva do i qiqit, ka qenë një mundu me shqitë si një kërëngritjet në brendshme. Sepse ti, kinse, pra u mohon do të drejta që dorën e zamër, një të drejt që ja ke dhonë, nuk ja ke një. E shka është realisht ajo? Dore Serbisë. A shka ka dosh me të ashtë të tjetër se? Dore Serbisë. Po, Serbia të dosh me hinë. Amo që tu ju më këmë thonë, mos dilni leadership, mos dilni me thonë luft, se kjo po në hakmire tash edhe në investimet hujat. Kjo po në hakmire edhe në shumë aspekte vojna i vani pasigurt. Sepse liderët e ati vani po thojnë luft. A po thu me rejtë që s'ka reziktu nga luft Kosova me Serbinë edhe me dosht një Napol s'mujnë me bon, se unë NATO këtu. A kuptoni për ju që të edhe Gjermania, edhe Polonia posa qeresht, edhe shtetet skandinave, posa qeresht shtetet e Baltikut, shdo qete kanë gojt luftën. Qëfar konspiracione po vutët? Shtetet e Baltikut musava që në konë gjysë shekulli në tutelën e UPS. Po, vish mos harrot që kërstimi luftës në shtetet e Baltikut nuk ka shkaktuar investime. Po jo, se është prape ka një mos pajtim se këta për me fitu, shiko, në atletën, më falë që e morë më në blerimi. Jo, këthejmë tani të tema ju pëndhime sa t'i këqije që e lam pak me full. Në atë përbledhjen para programatike televizve të vendosje është një postulat i qudit shumë, i cili do të me morë vëmendjen tonë, për studim. Thot, levizjave të vendosje mund të vijë në pushtet vetëm në gjendje të jashtëzakonshme dhe mund të amboj pushtetin vetëm në gjendje të jashtëzakonshme. Çka është gjendja e jashtëzakonshme? Ngani burra, se hini Serbia. Ngani, kapni ujtë e gazi. Dili nuk ku vi. Mytne. Jo. Po ti e duke folë si Demashi tani. Po qashtu flosin ata. Në vërtet Albini flet qashtu. Po si Demashi po thu? Po Albini është pinjall politik i Demashit. Pse i jam i sosht. Se di se tani edhe aje të ka lexu ty Matoshi, ko gjashom. Se di, ajo është çështje tjetër. Sot Kosova ka lehtë. I duhet veç një sanë me bon. Me qenë e motu me alatët. Me onë me i ndëgju.